Për mos të në vështirë ishte në fakt një moment emocionues, po të njëjtën kohë dhe një moment historik ku për herë të parë një mbjetuar i dhunës seksuale burr vendosi që të ndajë historinë e tij jetësore me gjithë ne publikisht. Dhe kjo nuk e bëri të vështirë, po solli shumë emocion të gjithë ata që ishin prezent, po edhe ata që na ndiqnin përmes televizioneve. Dhe si rolli ngjarja, zona Zeri, pra deri tek momenti i daljes në publik. Sa është hera e parë që del një burr në publik kështu? Po pra, ky është një moment edhe njerë po i them historik, për faktin se është një burr që po i them tabut, të e marrë parasysh që dhuna seksuale ndaj burrave dihet se në shoqërinë kosovare vazhdon të qëndrojë i heshtër, vazhdon të qëndrojë i fshehur. Edhe ky burr pas një procesi të gjatë të cilën e ka marrë në trajtim të gjatë të cilin e ka marrë, ka arritë që të fuqizohet me mbështetjen e organizatës, me mbështetjen e familjes së tij, bashkëshortes, fëmijëve, dhe në fund